Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut ka hapur lëndë kundër emërtimit të rrugëve që është bërë në vitin 2007 në Tetov. Nisma që kundërshton emrat e historisë shqiptare në rrugët e Tetovës është dorëzuar nga lidhja e luftëtarëve nga lufta nacional shërimtare dhe antifashiste e Maqedonisë. Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami, zhvillimet e fundit të gjykatës për emrat e rrugëve i quajnë përpjekje për të defokusuar opinionin. Them gjykata kushtetuese ka hallin e vet që ta përmbyll një lëndë që është hapur shumë herët, por pse është ky momentum, ndoshta është atë që thash për të defokusuar opinionin nga i proces real që ndodh, që Tetova përfundimisht të ketë emra të rrugëve ashtu siç meriton një qytet modern. Profesori universitar Mersim Maksuti vlerëson se gjykata kushtetuese nuk e ka lehtë ta shfuqizojë aktin e Këshillit Komunal, i cili ka emërtuar disa rrugë të qytetit me emra kryesisht të historisë shqiptare, por edhe të asaj maqedonase. Vetë fakti se 90 vite kjo çështje nuk është kontestuar krijon një pritje legjitime, do të thotë, një lloj ka krijuar një stabiliteti institucional. Këto emra janë pranuar nga vetë administrata, janë pranuar, që nuk është çështje lehtë. Rikthimi, anulimi apo shfuqizimi i këtyre emrave krijon një kaos të vërtetë, gjithë adresat ndryshohen, emërtimet, adresat në për dokumentet personale, në për dokumentet pronësore juridike. Maksuti thot se gjykata kushtetuese nuk ka arsye për shfuqizim sepse ndryshimi i këtyre emrave është bërë me konsenzusin e këshilltarëve komunal. Këshilli Komunal i Tetovës mori vendim për ndryshim, vetëm se ligji për ndryrimin e emrave parashifte edhe miratim nga ana e qeverisë, gjë që qeveria nuk e bëri. Vetë vërtet nuk e bëri qeveria, këtë element duhet ta theksoj, por qeveria nuk e kundërshtoi në aspektin formal në kohë vendimin. Madje 90 vite e kalon ashtu të jashtur në mosveprim. Ndërkohë, komuna e Tetovës ka formuar një komision të posaçëm, i cili do të bëjë emërtimin e rrugëve të Tetovës konform përfaqësimit etnik dhe ligjit të Maqedonisë së Veriut.